Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Uroj që të jeni zgjuar mirë sot. Sot e kemi live-in shumë interesant. Sigurisht që kam përgatitur disa shpjegime në lidhje me reagimet emocionale, ankthi, stresi, me mekanizmat se si ti përballojnë dhe ti menaxhojnë, por kam edhe një pyetje shumë të thellë, jo filozofike, më shumë se sa reflektuese, që do të ndihmoj ty të ndryshosh të ardhmen tënde. Kështu që sot do jetë shumë interesante gjithë gjëja. Ndërkohë deri vonë jam marrë me përgatitjet e seminarit të parë, sepse grupi për të limiteve u plotësua, edhe jam duke u marrë me përgatitjet. Seminari këtë herë do jetë ndryshe, do kemi 3 të ftuar special, do jetë diçka shumë ndryshe dhe fuqishme. Çfarë kristale? Kam black turmalinën e zezë, labradorit edhe mos agate. Pra agate, turmalinë dhe labradorit. Këto më thërritën sot. Këto më thërritën. Kështu që jam marrë me përgatitjet, me Zoomin, kam pas ca probleme teknike të vogla në Zoom, kështu që më duhet të bëj ca prova sot, sepse dua që nesër të jetë çdo gjë ashtu siç duhet të jetë. Ky është një grup shumë i fuqishëm. Nuk do thoja ndryshe nga herët e tjera, se çdo grup është i fuqishëm, por nga që është i fundit për këtë vit dhe nga që unë kam suport nga stafi edhe nga bashkëshortë gjithashtu, i kemi dyfishuar kapacitetin, është punë individuale, nuk është punë grupi. I vetmi moment që të takohemi në grup është hera e parë edhe hera e fundit, sepse nga ndaj dhe në vazhdim do jetë punë individuale, por gjithsesi është dyfishi kapacitetit, kështu që është në orën 6, në Bazdite me orën e Shqipërisë. Do jemi live në Zoom. Edhe po bëjmë gati, jam shumë gati. Intuita më solli këtu, që të bëj një grup të tillë magjik, kaq të fuqishëm. Edhe di që do shkojë çdo gjë për te i pritshmërive tona shumë herë më mirë. Është energjia në planet këtë periudhë që jemi gati për të shkundur të vjetrën, për të përqafuar të ren. Unë them lumsi ata që po bëjnë trajnimet këtë periudhë të vitit, edhe këtë periudhë të energjisë të kohës këtu në planet, le ta quajmë. Unë vetë jam duke bërë punën në veten time. Kjo pyetje ka të bëjë me inteligjencën emocionale, kjo që kam sjellë për sot. Kështu që lumsi ata që punojnë me veten këtë periudhë, edhe lumsi ata që punojnë me mua, për te modesti, sepse jam shumë e karikuar. Jam shumë gati, shumë plot me energji, shumë. Është me periudha, më çdo njeri ka periudhën e vet. Tani, unë do pi pak kafen time dhe dua të di pak nga ju. Si jeni çuar sot? Si ndiheni? Lela je dashuri, Lela thot në ndrisin syt kur ti del këtu live për ne. Kujtim të përshëndes, Floreta të përshëndes. Lira, mirëmëngjes. Si jeni çuar sot? Unë si presë ndaj këtë pyetje me ju. Miranda të lumt. Jam çuar me energji pozitive. Anisa thot, më ka ngel në mendje live i dje. Anisa, pse ç'a ndodhi dje? Floreta thot, më dukesh si diell. Dalin ca re ndonjëherë, po i largoj unë. Blerit më thot, kam dëgjuar mbrëm, erdhe si rufe dhe më shkunde. Po ku fola mbrëm? Ç'a thash mbrëm? A, keni dëgjuar live-i me vones, okay. Manjola thot, jam shumë mirë duke lexuar librin tënd, do dal për eci duke dëgjuar ti dhe është okay. Faleminderit që zgjodhe energjinë time të kalosh pjesën e parë të ditës. Ella thot, jemi me super energji po ti si je? Unë jam shumë mirë, sepse zgjedh ti je mirë, sepse nuk lejoj mungesën e gjumit, natën e rrëmujshme, energjinë shpërthyese të vajzës në mes të natës. Nuk e lejoj sepse ishte një natë më parë, do me thënë, kur unë hapë sytë në mëngjes, është ditë e re, është realiteti i ri dhe unë do e përcaktoj si do jem sot.
Në kushtet që unë jam fiziologjike, emocionale, mendore, unë do jap maksimumin dhe e përcaktoj që do jem mirë. Kështu që e përcaktojmë ne se si do jemi. Blerina thot jam çuar me dëshirën për të ndryshuar, o e di. Kur çohet dikush me dëshirën për të ndryshuar veten, thot një nga vajzat jam çuar me dëshirën për të ndryshuar. Shumë e bukur, shumë e bukur. Luli, shumë dashuri për ty. Bruna thot me mëngjes Fationa, kam pak që të ndjek të po kaloj një periudhë jo të mirë, po me videot e tua kanë filluar të mendoj ndryshe. Ky është qëllimi i të gjithës kësaj që unë bëj. Të kemi mundësi ta shikojmë në një perspektivë tjetër jetën, sfidën, vuajtjen, anktin, depresionin, vetbesimin e ulët, problemet financiare, problemet bashkëshortore, problemet me fëmijën, problemet me humbjen e një personi të dashur. Ta shikojmë në një këndvështrim ndryshe, sepse përtej asaj gjë statike që ne shikojmë që është dhimbja dhe gjëja e errët e rrësira, ka një kuptim, sepse nuk mund të vim ne në këtë tokë dhe të vuajmë pa arsye. Nuk mund të vim ne në këtë tokë dhe të përjetojmë dhimbje të thella shpirtërore pa arsye. Nuk mund të vuaj një prind për fëmijën pa arsye. Nuk mund të vuaj një njeri për gjysmën e tij më të mirë që e ka humbur në këtë jetë pa arsye. Nuk mund të vuaj një njeri çdo fund muaji dhe nuk I del as për ushqim nga problemet financiare pa arsye. Gjithmonë ka një arsye që ne nuk arrim ta shikojmë, ta perceptojmë, ta përjetojmë në këto momente. Sepse kujtohu që kur ti ndihesh sikur vuan është një moment shumë I errët dhe ti shikon errësirë dhe në mes të asaj errësire vetmja mënyrë që ti marrësh kuptimin është të ndezësh dritën e zemrës, sepse ti je drita, prandaj të duket çdo gjë errësirë. Dhe kur ti ndez dritën e zemrës, aty merr kuptimin, dhe kuptimin ta jep direkt Zoti, burimi, shkarkohet te ty. Kështu që ky është qëllimi I kësaj që unë bëj. Ta mundësoj duke dhënë shembullin tim. Janë këto momentet, pasi unë e kaloj periudhën e errët, pasi e kam ndezur dritën në një moment sfidues dhe them faleminderit Zot që më sfidove, se kam se çfarë t'ju jap të tjerëve dhe kam se si t'ju tregoj shembullin vet të tjerëve. Kështu që këtë dua të bëj. Edhe kur ti e dita gri, unë të përpiqem të jem diell. E ke parasysh dielli ndonjëherë nuk është se është aq I fuqishëm, arrim ta shikojmë edhe me sy, nuk na verbon. S'ka gjë, e dim që është dielli aty. Në formën e ty ndonjëherë të vakët, ndonjëherë të zjarrt. Unë kështu dua të jem një diell, ndonjëherë e vakët, ndonjëherë e zjarrt, por përpiqem të jem gjithmonë e me zjarrt. Gjithmonë e me plot në fuqinë time, në potencialin tim. Dhe ajo nis nga mendja. Se çfarë I themi ne vetes në mendje. Nis nga kjo pyetja që kemi për sot. Biseda që ne do bëjmë sot. Dikush më ka bërë një pyetje për meditimin dhe thot më kthe përgjigje, nuk do merrni përgjigje për meditimin te ky live. Te ky live do flasim për reagimet emocionale si ankthi dhe stresi dhe do flasim për një problem që ka shumica e njerëzve dhe ka të bëjë me inteligjencën emocionale. Të lutem pyetje mbaje, edhe kur të bëj unë askun e radhës që nuk po gjej hapësirë ta bëj dhe nuk dua t'ju gënjej dhe t'ju premtoj, ndoshta do e bëj në fundjavë, atëherë ke mundësi ta bësh. Krenare thot kam djalin me autizëm dhe sa herë të ndjej këty më ndihmon shumë ta shoh situatën të cilën ndodhem shumë herë më ndryshe. O Zoti i madh, o Zot, mos më bëj për të qartë që në mëngjes. Arsyeja kryesore që unë vendosa të dal hapur dhe të flas për autizmin e vajzës nuk është sepse dua të fitoj popularitet apo dua të fitoj edhe mshurinë të tjerëve, se e kam kaluar pjesën më të vështirë. Vetëm unë dhe Zoti në errësirë. Por arsyeja është që prindrit e tjerë që janë aty ku isha unë para disa muajsh ose para një viti, të më shikojnë mua dhe të thonë një sekond, mos ai autizmi, ai gogoli, do të thonë të njëjtën gjë që
u bë me ankthi para 5 vitesh që dola hapur unë dhe të gjithë thanë një sekond, ankthi nuk është ai kushtëzimi që do vuajmë gjithë jetën, siç na ka thënë mjekët e psikologët dhe psikiatrit. Është diçka ndryshe që kalon, shikoj, kaloi kjo, të njëjtën gjë edhe për autizmin. Dua të jap shembullin që shikoj bëhet një jetë shumë normale në normalen ton. Përmirësohet fëmia duke dhënë maksimumin ton, duke punuar dhe me energjinë, duke punuar dhe me veten me traumat tona, duke punuar dhe me perceptimin, ta krijojmë në mendje një realitet siç e duam ne për fëmijën. Pra unë dua të jap shembullin që po, autizëm, por nuk është ai autizmi i zi, i rënd, dens, siç na i ka mësuar të tjerët. Është kjo gjë më e lehtë, më e bukur, më me ngjyra, që prap mund të jetosh një jetë normale. Prap mund të dalësh si një femër që e ke bërë një dush, e ke vënë një krem, një serum, e ke veshur një buzëqeshje në fytyrën tënde, je lidhur me Zotin, ja ke dhënë një përqafim fëmijës, e ke përqafuar bashkëshortin, nuk jemi gjithmonë në luftë, e dish, periudha e vështirë e kaluam edhe ne, me debate me gjithçka, edhe ju e patë se si e lash veten bazdore, emocionalisht, shpirtërisht, fizikisht, por ja që u ngrita për ju. Në radhë të parë për vajzën, se nuk duhet të mbaj mend një mama viktim, se kur nuk e ka parë maman e saj viktim dhe asnjëherë nuk do e shikoj viktim. Dhe e dyta për ju, për ty që ke fëmijën me autizëm, të shikosh një shembull tjetër se si mund të jetë autizmi. Të shikosh një shembull tjetër se si mund të jetë ankthi. Se dikush më shikon tani dhe të mos se diçka ka ndodhur që kjo ja doli me anktin, asnjë gjë nuk ka ndodhur. Asnjë gjë nuk ka ndodhur. Një njeri thjesht nga një familje që nuk ka të bëjë as me shkencë as me mjekësi, nga një prindër normal, familje normale shqiptare, jo të pasur, kam emigruar, si sot para 9 vitesh emigrova për herë të parë në Angli me vllajt. Domethënë ja kam dalë vetë në shumicën e gjërave. Nuk mora medikamente, nuk kam besuar unë një paracetamol e lëdhi mbi në kokës të kaloj vetë me frymarrje dhe rriun të pi paracetamol sa erdhi më dhe mbi koka. Pra, këto kanë qenë bindjet e mia vazhdimisht. Lindjen e fëmijës unë nuk pranova të më bënin atë qetësuesin. E kam lindur vetë në mënyrë natyrale siç bënin gjyshat tona para shumë vitesh. Do thosh ti je heroi, nuk e them këtë për të marrë trokitje, për të treguar ty që unë nuk besoj te gjërat e jashtme, unë besoj te aftësia, inteligjenca që ka trupi ynë për t'ja dalë vetë në shumë gjëra, dhe të aftësia që ka truri ynë si mekanizëm shumë i sofistikuar për ta pastruar veten nga brotshkullat. Dhe unë këtë gjë e kisha bindje, po më vonë e mora si konfirmim edhe nga shkenca. Dhe mora guxim ndava me të tjerët, ama me veten time po ja dola. Asnjë gjë nuk ndodhi që unë ja dola me ankthin. Nuk erdhi dikush të më ledhatonte për ditë. Madje familjarët, përfshirë të bashkëshortin tim të dashur që asnjëherë nuk hoqi dorë nga unë, por nuk diti si të më suportonte emocionalisht, ai se ka kaluar ndonjëherë anktin vetë dhe jap shumë plotësisht të drejtë, por të gjithë më thoni po çka ke, po mblidhe veten mos bëj fare, nuk e kuptonin errësirën ku unë isha zhytur. Madje as mbështetje nuk isha, as me asnjë psikolog në një seancë të vetme nuk kam shkuar, sepse askush nuk e fliste anktin. E quanin si turp, si një kushtëzim që të shikoni si një të çmendur të rrëshqitur, askush nuk kishte bot kuptimin dhe empatin dhe profesionalizmin që ty të trajtonin si një njeri dhe mbi të gjitha të jepnin shpresën që ti doja dalësh. Unë isha zhytur vetë, imagjino të shkoja në një psikolog, të thoshte do të zgjasje dhe kaq vite, unë të vdisja, nuk e përballoja dot dhe nuk shkova te askush, shkova te Zoti. As në kish, as në xhami, po këtu në zemër, te Zoti në zemrën time. Ai Zot më ndihmoi t'ja dilja me anktin, kështu që unë nuk kam asgjë më shumë se ti. Njeri normal jam me mish dhe kocka. Thjesht e vendosa doja dalë dhe pik. E njëjta gjë me anktin para 6-7 vitesh, e njëjta gjë me autizmin e vajzës tani. Fëmia yt ka mundësi të dalë nga spektrumi totalisht dhe ta zhduki dhe ta grisi atë etiketimin autizëm, sepse ai etiketim ty të vjedh lumturinë si prind dhe fëmijës tënd i vjedh potencialin për të jetuar një jetë normale. Të futin atë qarkun e mbyllur nga terapia në terapi në shkollë duke kap fëmijë nga dora kështu dhe nuk i jep mundësinë të kapësh dorën kështu, po e kap kështu dhe e tërheq. Pse? Sepse kështu të kanë thënë. Prandaj dua të jem unë këtu të them ndryshe, të tregoj ndryshe. Ju keni 5 vite që më ndiqni, unë nuk dua të them, unë dua të tregoj. Dua t'ju tregoj shembullin tim. Dua të udhëheq me shembull, sepse ky është misioni im. Unë me fjalë nuk udhëheq dot, unë udhëheq me shembull. Prandaj jam shumë e lumtur që ti e ke marrë mesazhin nga unë dhe që në një familje shqiptare që po kalon sfidën e autizmit, ndryshe nga dje, sot kam shumë buzëqeshje dhe dashuri, edhe mirëkuptim. Për mua është përmbushje misioni.
Të lutem të më hapësh se ka vënë kremin e duarve se hap dot, më rrëshket dora. Asa kam qeshur më thot dikush, shiko zemër thot, unë sot u zgjova dhe bëra shkallët e shtëpisë 3-4 për 15 minuta. Nga që tham dia atë ushtrimin me ngjitje në shkallëve. Do thënë i marrin tamam këto ushtrimet që japin njerëzit, ë? Janë shumë të përkushtuar, janë dashuri. DJ Turi thot, kam 6 muaj që vuaj nga ankthi. Turi, nuk është fundi botës, nuk do vdesësh, nuk do të çmendesh, nuk do rikthesh në jetë. Madje e di që dëshira që ne që kemi vuajtur nga ankthi ose ju që vuani, dëshira në ato momente është që thua, a do kthehem dhe një herë siç kam qenë. Unë e di, unë këtë i thoja vetes, a do kthehem do një herë siç kam qenë. Ose të gjithë studentët që vinë te trajnimi thonë, a do jem unë jona siç kam qenë. Dhe unë i them, jo, nuk do jesh siç ke qenë, do jesh shumë i fortë. Do kesh një version të ri të vetes tënde që më përpara nuk e ke ditur që ekzistonte, sepse fundja prandaj e përjetojmë ankthin, që të dalim nga ai roli i aktorit që shtiremi, që neglizhojmë nevojat tona, që i lëm pas dore nevojat tona për të tjerët dhe të fillojmë ta bëjmë veten prioritet. Domethënë të paktën të arrijmë të dëgjojmë nevojat që ne kemi. Prandaj ndonjëherë e vuajmë gjendjen e ankthit, kështu që patjetër që do kaloj. Ka persona të cilët ja dalin vetë, ndjekin videot, seminaret që unë kam bërë në YouTube, mund të lexojnë libri manuali menaxhimit të ankthit dhe ja dalin, ama ka të tjerë të cilët duan dikë t'i kapi nga dora dhe t'i udhëheqin në një rrugë, të paktën 4 javë, siç është trajnimi. Mund të mirëpreste trajnimi. Madje nuk do e them kështu me butësi hajde të mirëpres. Bëje, jepja mundësin vetes. Janë ndryshe këto grupe këtë herë. E thash, kam shumë suport të madh nga stafi. Edhe e di që është shtuar tani për të më suportuar më shumë me grupet, me studentët, ma bën shumë të lehtë, sepse unë fokusohem vetëm te puna në aspektin e psikologjisë. Nuk merrem me gjëra teknike, vetëm te aspekti puna që ne do bëjmë bashkë. Kështu që jepja mundësin vetes. Është grupi i fundit për këtë vit dhe herë e parë që e jap dhe fundit, që e jap me 20% ulje. Më ra telefoni, nuk e di u riktheva në live, se u shkëput për një moment. Se dhja u riktheva apo jo, se më ka ngec ekrani. Jam okej? Okej, faleminderit. Kështu që jo vetëm Turi, po të gjithë që vuani nga ankthi, jepja mundësi vetes, as mos e mendo do jesh ti, vetëm është investimi kryesor që ti do bësh te vetja jote. Unë kështu them para çdo trajnimi, po unë them, dash lekët, ose po unë ku do ta gjej kohën, no, përtoj të ulem të studioj prapë. Sa herë mbaroj një trajnim, them sa mirë bëra. Ose edhe kur jam gjatë trajnimit, shikoj atë energjinë e re në trupin tim, në jetën time, në mendjen time. Nuk mund të ndryshojmë në realitetin pa bërë asnjë gjë. Patjetër që ankthi kalon dhe këtë gjë ta premtoj unë ja ku jam. Shembulli i gjallë. Por duhet të bësh diçka, se vetë nuk kalon si me magji. Nuk kalon, as të bëjmë seanca ne të zvarritemi një vit me seanca, nuk kalon. Nuk kalon, thjesht do më pasurosh mua, do më japësh pafund lek. Dia dhe unë ta bëja atë, pse budalla që jam unë? E dini sa njerëz më lusin për seanca, po jo, nuk është në parimet e mia, nuk. Janë disa njerëz që ndoshta e kanë kaluar atë kufizimin e dimensionit njerëzor. Unë e kam kaluar. Domethënë unë kur kam qenë me 200 lekë të vjetra në xhep, unë nuk kërkoja borxh, flija pa ngrënë kur isha studente, sepse e di shumë mirë që nuk më gjen asnjë gjë. Por tani që unë kam gjithçka në jetë dhe i kam ndërtuar vetë dhe jam mirënjohës së Zotit dhe njerëzve që besuan te unë, tani unë nuk mund ta bëj, kurse bëra atëherë do e bëj tani? Po, më kam jetuar dhe në varfëri. Pse ashtu i mora diplomat unë të mjekësia në Tiranë, në varfëri, ndonjëherë flija dhe pa ngrëm, se si i mora. S'kisha as 400 lekë për autobusin, hecja me këmbë nga shtëpia në fakultet. Tani do e bëj unë, të bëj unë seancat e të zvarris një vit? Jo. Unë e di që do pasurohem, por nuk është pasuri ajo. Të zhvasësh një shpirt të vuajtur nuk është pasuri. Se kam bërë kurrë dhe nuk do e bëj tani. Dhe ata që janë studentët e mi dhe kanë qenë e din shumë mirë që unë jap shpirtin në trajnime. Se sa do bësh ti është në dorën tënde, ama unë nuk të lë të heqësh dorë. Unë jap maksimumin tim për ditë. Do komunikoj me ty. Prandaj jepja mundësinë vetes, nuk flas kot. Nuk kam aq vetë besim unë sa të flas për një gjë bosh, të them unë për shembull, shiko, mere se kjo është plot, ta them unë është plot, nuk shes dot u diçka që nuk është, nuk e bëj dot. Nuk e kam aq vetë besim. Unë dhe kaq,
Flas vetëm 70-80% të asaj fuqisë që kanë trajnimet. Kështu që bëje, ndihmoje veten. Ke prova pa fund, ke mira raste që i kam ndihmuar. Pse jo mos ti je ti person i radhës, që do shpëtosh veten nga ajo dhomerrët? Pse jo? Do jetosh më i qetë. Do arrish të kuptosh dëmet që të janë bërë emocionale mbi të gjitha, se na janë bërë shumë dëme emocionale. Se ankthi nuk ka të bëj vetëm me atë ndjesjen e frikës të pasigurisë, ç'a do ndodhi nesër me mua, ato simptomat fizike. Mban mend ti kur më kapte mua atak paniku, zemër të kujtohet ajo periudhë apo i ke harruar? Kur më kapi një herë në anije, mban mend që u rrëzova, që ti edhe vajza ishte bebe, ja dhe një zonjë aty, ishin një çift turq ata. Dhe unë kur hapa syt, sepse unë isha vetëdijshme, thjesht nuk reagoja dot, nuk më punonin duar këmbë. Kur hapa syt e pash, domethënë, thjesht ti që më gjuaje, edhe një burr i shkreti ai anijes që më hidhte ujë. Po nuk është ankthi vetëm kaq, ka një shkak, ka diçka shumë të thellë aty brenda. Është ai fëmia brenda teje që vuan, janë ato bindjet e gabuara që të kanë mësuar. Është një luftë, është një tërheqje elitari nga një anë jeti me dëshirat e tua të vërteta, siç janë i vërtet, dhe nga ana tjetër janë ato çfarë të kanë thënë të tjerë, çfarë thuhet aty jashtë, shembujt që ti shikon dhe tërhiqet ai elitari shkret derisa shpërthen ankthi, një atak paniku. Nuk është rastësi që ti përjeton ankth dhe nuk është diçka që mos e kaloj. Ankthi është një reagim emocional i sistemit ton nervor ndaj një stresi të caktuar. Stresi ndonjëherë mund të jetë i jashtëm, po ndonjëherë mund të jetë i brendshëm dhe shumicën e rasteve është i brendshëm. Dhe për ta përballuar këtë reagim emocional ndaj stresit, ndaj një burimi stresi që është ankthi, për ta menaxhuar ankthin duhet të kesh mekanizmat e duhur të përballimit të stresit. Dhe mekanizmat e duhur të përballimit të stresit varen nga shumë faktorë, që të faktori gjenetik, që të faktori i mindset, i mendësisë, modelet e të menduarit, që të menaxhimi i emocioneve, inteligjenca emocionale, që të zakonet e përditshme. Pra janë shumë faktorë që kur ndërthuren dhe i bëjmë ato ndryshime, të implementojmë në përditshmëri ato ndryshime, patjetër që ja del. Por që nuk është rastësi që ti vuan nga ankthi. Shpirti yt po vuan. Ankthi nuk ka të bëjë vetëm me aspekte fiziologjik, mendor, emocional. Është shpirti që vuan, është energjia. Kështu. Duri nuk e kanë vetëm për ty, e kanë për të gjithë. Tani do shikoj komentet se e di që kanë shkruar. E kanë për të gjithë ata që vuajnë nga ankthi ose kanë vuajtur më parë dhe ja kanë dalë. Jam shumë krenare që ja keni dalë. E di pse jam shumë krenare me ty, sepse sot përflitet shumë ankthi, po keq përdoret termi ankth. Askush nuk e di çfarë është në të vërtetë ankthi. Shumë e kanë lexuar nëpër libra, shumë të tjerë vuajnë dhe kanë dëgjuar gjyshrit apo njerëzit aty në lagje që e quajnë sikur janë të çmendur, që vuajnë nga ankthi. Kështu që askush nuk e trajton vërtet për atë që është. Shpirti yt që vuan dhe truri yt që e ndihmon këtë vuajtje dhe i hedh benzinë zjarrit dhe reagimi yt emocional që shpërthen, është një ndërthurje trup, mendje, energji, shpirt. Energjia korespondon me aspektin e shpirtit. Nuk është thjesht mendja jote. Prandaj kam pas sukses. Dhe prandaj jam krenari me ata që kanë pas sukses. Sepse trajtohet në të gjitha këto aspekte. Nuk mjafton vetëm të bësh sport, të dikush bëj sport. Dikush merr kokra, nuk mjafton vetëm të marrësh kokra, nuk mjafton. Po un kam bërë sport, mua fitnessi më shpëtoi jetën. Më nxori nga ajo gjendje, po deri 3 muaj, 4 muaj, po më tej. Sepse nuk ka të bëj vetëm me trupin, apo vetëm me fitnessin me zakonet. Është mendje, trup, shpirt, duhet ndërthurje, duhet punosh dhe me mendjen paralelisht. Sepse ti bën fitness, po për çfarë do bëj të fitness? Po për çfarë? Imagjino hapet edhe ndonjë kapilar energjie, që shkarkoj edhe ndonjë energji e ngecur, që ti mund ta përjetosh si ndjesi shumë poshtë, që bie emocionalisht dhe thua, po çfarë? Unë po bëj më keq, sepse duhet të dish të punosh me mendjen. Mendja jon duhet të jetë e përgatitur që të përballet me çdo reagim emocional të trupit. Pra të japim një shpjegim të logjikshëm për moshën që kemi, jo shpjegimet që i kemi dhënë në fëmijërinë tonë ose na kanë dhënë të tjerët pa pikë logjike. Sepse në shumicën e pyetjeve që ne kemi pasur ndaj të rriturve na kanë thënë gënjeshtra vetëm të na hiqnin qafe se s'kishim nerva të na përgjigjeshin. Por subkonscienca jon ka një veçori në vetdia që nuk di të refuzoj, nuk di të thotë jo, e di këtë ti zemër që
Nënvetdia nuk di të thotë jo. Vetdia di të thotë po ose jo. Nënvetdia nuk di. Nënvetdia është sfungjere me çdo gjë dhe nuk di të refuzojë të thotë jo. Pra çdo informacion që na kanë dhënë ne e kemi marr dhe ne i referohemi. Ti e di që një djalë ka qenë te trajnimi i ankthit, ka qenë në dhjetor, e ka nisur rrugtimin në muaj dhjetor 2024, sepse unë i mbaj mend me detaje të gjithë studentët e mi dhe ka punuar me trajnimin, është rikthyer herën e dytë, ka bërë dhe trajnimin për te limiteve, ka bërë dhe një seancë tjetër, vetëm nga një bindje që i kanë thënë që mbyllë po do e mbyllësh të gjithë. Mjafton se bën atë zhurmën ngric. Vetëm se i kanë thënë nga një bindje që i kishin thënë që shkreti. Ai flinte me dritë ndezur. E kupton, kishte këtë frikën e errësirës. Jo gogoli, jo këto gjërat, jo flis sepse vinin me zorë në gjumë, se nuk pranon të flinte kur ishte i vogël. Edhe ai ishte i shkëputur në ky dimension. Nuk kishte ankth pa parë të flinte vetëm, të flinte në errësirë, kishte ankth pa parë kur ishte afër një lumi, sepse i thonë do të marr lumi siç mori filanin, e gjetën të mbytur. Do me thënë, nën vetdia jo, në fëmijëri dhe gjërat që tani ne i quajmë broçkulla, si të rritur. Shikoj një fëmijë 2-3 vjeç, nuk e kupton ai që janë broçkulla. Ai merr siç janë të mirëqëna, që nga këto gjërat më bazike të pa kuptimta, deri te gjërat shumë të mëdha që ti ke parë dhunë, ke parë abuzime, që ti ke përjetuar atë frikën që ndoshta njëri të ka vonuar prindi, siç na lini vetëm në shtëpi, mbyllin derën me çelës ka brenda dhe iknin në punë se duhet mbijetonin, ti rrihe me frikë, do vi mami apo jo, do vi babi apo jo, pra përjetoj atë frikën dhe ankthin e braktisjes, janë shumë faktor që kanë ndikuar te ty dhe ti përjeton ankth. Do të thënë, unë e trajtoj një njeri që vuan nga ankthi, e nis në fillim me atë fëmijën brenda ti. Ti siguroj që është normale të kesh ankth. Është normale që ke vuajtur, ti e dritë e Zotit, ti e meriton dashurinë, pavarësisht çka ke përjetuar. Unë e trajtoj ankthin siç e trajtova te vetja ime. Çka kisha nevojë më shumë ato t'i them edhe ty. Çka ishi të tepërta në rrugtimin e shërimit emocional të ankthit, ato nuk t'i them ty. Unë e trajtoj në këndvështrimin tim, çfarë përjetova unë. Dhe ky këndvështrim sigurisht që suportohet nga disa certifikime dhe diploma që unë kam në fushën e psikologjisë, edhe të terapisë për ndryshimin e mendimeve, të bindjeve, të inteligjencës emocionale. Por baza, diploma ime më e fuqishme ka qenë dhe do mbetet kjo që unë kaloj. Eksperienca ime. Dhe ti ke qenë shoku im më i mirë në këtë rrugtim, në këtë eksperiencë. Ti e ka parë sa kam kaluar unë. Ndonjëherë çaja pa kuptim. E ti thoje, po s'ka arsye të qash. Dhe unë thoja, e di që logjikisht nuk kam arsye, po diçka pa dukshme brenda me im bën për të qarë. Dhe nuk di as si të ta shpjegoj edhe ty. Edhe është sfidë më vete, por që të bën shumë më të fortë, të bën më empatik, të bën më të dashur, di se si ti ndihmosh të tjerët, sepse kur ti ndez dritën tënde, të paktën 100 shpirtra të tjerë ngacmon që ta ndezin dhe ata dritën. Tani po vazhdoj te komentet se besoj keni shkruar. Atëherë unë kam kaluar ankthi vetëm duke parë video pas seanca, thot Fiqo. Më vjen mirë për ty, patjetër, të gjitha mënyrat. Të gjitha mënyrat ekzistojnë. Ja të lexoj pak. Me ilaç që a kalohet, thot dikush. Si thot? Me ilaç që a kalohet ankthi. Atëherë, medikamentet për të trajtuar një reagim emocional të trupit, për mendimin tim është fitimi një anshëm i atyre që i shesin. Asnjë medikament nuk mund të të ndihmojë ty të kalosh një reagim emocional. Të flas në fjalë të thjeshta popullore që ta kuptoni të gjithë, ta kuptojnë edhe ata që ndoshta s'e kuptojnë reagim emocional si term. Mendo vetëm kaq, ti je e lumtur dhe nuk do të jesh më e lumtur se ç'duhet, do të jesh në kontroll, ta mbash lumturinë në kontroll. Ti do marrësh një medikament ankthi. Ti je në stres sepse do udhtosh nesër, po do ta mbash në kontroll, do marrësh një medikament ankthi. Ti do njihesh me dikë për herë të parë, ke ato emocionet e bukura, atë excitement, entuziazmin, do marrësh medikamente ankthi. Pra,
Si mendon ti, është e logjikshme kjo që sa herë ti ndjen një emocion që të jep pak atë ndjesinë e pasigurisë në trup të marrësh kokra? Për mua nuk është e logjikshme, nuk është e shëndetshme dhe nuk më përshtatet me mënyrën se si Zoti na ka krijuar në njerëzve. Më duket si një mënyrë e bërë nga njeriu për një përfitim të njëanshëm. Unë shes, ti e merr sepse unë gjej dhe bëj. Unë fitoj, ti rri, beson sikur po të bën mirë. Asgjë e jashtme, apo dhe rrobat i heqim komplet, jemi vetëm trupi, shpirti, energjia siç na ka bërë Zoti. Nuk na duhet asnjë gjë e jashtme ne që të kemi në kontroll rrugtimin e jetës. Ashtu në lakuriq siç je pa rroba, je ti, esenca jote. Aty është forca dhe sekreti. Mjafton ta aktivizosh, ta zgjosh. Unë jam kundër medikamenteve, unë kur s'ka përdor medikamente, unë një paracetamol për dhimbje koke e le të më arrin në atë fazë që me frymarrje nuk e kontrolloj dot dhe them do ta pi. Se më duhet kujdesem për vajzën, të më qetësoj pak, por nuk besoj, unë e di që thjesht është efekti placebo. Nuk besoj te kokrat, nuk besoj. Te një plur që e kanë shtypi, kanë dhënë një formë kokre, e merret jo, jam kundër. Por nuk dua të gjykoj ata që kanë marrë medikamente, sepse në një moment decisiv shumë të vështirë, ti e shikon si zgjidhjen e vetme. Dhe unë e di, kam kaluar atë moment, por unë nuk e pash si zgjidhjen e vetme, as nuk më shkonte në ndërmend që ta bëja këtë gjë. Jo. Por nuk të gjykoj. Dhe është okej nëse ke marrë medikamente, dhe është okej nëse ende i merr medikamentet. Po lind pyetja për sa gjatë do ta bësh këtë gjë, sepse thjesht të marrësh medikamente pa bërë terapin intensive ti me veten, terapin me mendjen, terapin me emocionet, me bllokimet emocionale, me trupin, terapia somatike, jo vetëm mentale, jo vetëm mendore. Sa do vazhdosh ti me kokra? Ti duhet të punosh me veten, pra nuk mund t'i shmangesh ti punës me veten, nuk mundesh. Prandaj jam kundër medikamenteve. Kam pas njerëz në trajnime që i kanë lënë medikamentet gjatë trajnimit. Unë nuk them lëri medikamentet apo merri medikamentet. Unë jap mendimin tim dhe ti, me mjekun që ti ka dhënë, shkon konsultohesh, edhe pse shumica e mjekëve nuk pranojnë. Sidomos në Shqipëri nuk pranojnë që ti lësh sepse janë të lidhur me kompanitë farmaceutike dhe marrin përqindje. Shumë e mirë kjo kafja zemër, shumë e shishme kjo cappuccino, më pëlqeu shumë. Valentina thot, ashtu e kalova dhe unë zemër, mos më fol më për temat që i flas unë ndjeva, do ta them mua mos më korrigjo të lutem, nuk më ndjen, le të vinë këtu, atë që kam parë unë do ta them, nuk do ta tjetërsoj. Ka mjek të mirë, ka shumë mjek të mirë, e di, nuk do flas për mjekët, thash një gjë që ndjeva. Thash shumica e tyre, nuk thash të gjithë. Ka shumë që unë i respektoj, kaq. Nuk dua askush të më kundërshtoj mendimin tim të lirë. Jo, nuk dua. Kjo është ajo që mendoj. U ofendua dikush ta mbaj vetë ofendimin, unë s'përmenda emra, unë them mendimin tim, të lirë, kaq. Valentina thot, ashtu e kalova dhe unë pa shkuar asnjëherë në doktor, jona jam e fat njerëzit që të ndjekin, askund si merr falas këto mësime, jam e vetëdijshme, askund. Në asnjë mentor shqiptar, në asnjë mentor të huaj, në asnjë vend këto mësime ti nuk i merr dot falas, dhe unë jam e vetëdijshme. Por për mua nuk ka rëndësi të jem më e mira, të jem ajo që duar të rokitem më shumë, për mua ka rëndësi që unë atë që ndjej ta nxjerr aty jashtë. Dhe unë nuk i mas gjërat në peshore, dhe bekimet që Zoti mua më ka dhënë, s'mi ka dhënë me gramatur, më jep me plot duar, pa fund. Dikush e quan këtë, po si ka mundsi që hama se i bën furça Instagrami, sepse nuk e kam provuar ndonjëherë dashurinë e vërtet hapësh zemrën. Po kështu kam qenë që e vogël, janë rritur me ego, me shembujt e egos, ego, unë, jo. Zoti nuk të jep ty më shumë se sa ti ke dhënë. Do japësh, ta ndihesh me zemrën dhe të hapësh zemrën. Prandaj jap këto, dhe e di që bekimet gjithmonë po kthehen te unë. Por shumica e gjërave që ne bëjmë këtu në tokë nuk kuptohen menjëherë, nuk arrim të kuptojmë pse i bëjmë. Është një mision më i lartë që ne arrim ta kuptojmë pas i dalim nga trupi fizik. Nëse kjo është temë tjetër. E dashur Jona, çfarë do të thot kur e ke çdo herë gjoks për një sekond. Ja të fokusohem pak. E dashur Jona, çfarë do të thot kur e ke çdo herë gjoksin e shtrënguar po pa arsye, jo se kam diçka të keqe. Semra e dashur, më që mi tregon Edi këto komente se mua më kanë ikur, nuk arrit të shikoj. Unë do flas personalisht për do e shpjegoj dhe në këtë këndvështrimin profesional, po do flas më shumë në aspektin e përditshëm personal timin. Periudhën që unë mora diagnozën e vajzës që para se ta merrja, ku rënduan shumë situatat, ku vajza u rrëzuar një herë, e çuam në sallë për ta qepur me narkozë totale, domethënë përjetuam disa shkundje shumë të fuqishme emocionale për ne si prindër, që unë s'ja uroj asnjë prindi të përjetoj këto. Dhe mua më filluan rëndesat në kraharor. Kur them rëndesat në vjet,
ka qenë korrik gusht 2024. Jetë. Jo ankth, as simptom ankthi, as një frikë, as një gjendje depresive. Isha okay në atë energjinë time shumë e fuqishme, kisha vetëm një rëndes në krahëror, sepse nervi vagus nuk ishte i aktivizuar. Pra kisha një tendosje, kisha një rëndes në krahëror. Zakonisht është sistemi yt nervor i gjendjes së mbijetesës që korespondon me gjendjen e mbijetesës që është i aktivizuar, sepse ti ke një shqetësim të brendshëm, ti ke diçka, janë dhe hormonet e stresit në nivele shumë të larta dhe të gjitha këto ndërveprojnë me njëra tjetrën dhe do manifestohen në një reagim fiziologjik, fizik. Por unë gjithmonë ju sugjeroj, sidomos kur bëhet fjalë për pjesën e kraharorit ose pjesën e kokës, bëni një kontroll te një mjek kardiolog, bëni një vizitë. Thjesht për të ditur që është çdo gjë në aspektin fiziologjik dhe momenti që mjeku të thotë është çdo gjë okay dhe të thotë është aspekti psikologjik, atëherë ja te unë. Atëherë e trajtojmë bashkë. Po si fillim mund të bësh analiza. Ndërsa në aspektin profesional është një ndër simptomat kryesore se si manifestohet ankthi dhe nivelet e larta të ankthit dhe nivelet e larta të kortizolit që ti ke këtë tendosjen këtu. Tendosje. Unë madje derivon kur të shtia vendosja të dyja duart që duhet të shtia sepse kisha shumë dhimbje të mëdha. Nuk ishte të bënte me aspektin shëndetësor fiziologjik, ishte vetëm psikologjike. Stresi, autizmi, sfidat, si doja dalin, derisa unë e shkarkova të gjithë. Edhe ndryshoj gjithë trupi, komplet. Kështu që ndihmo veten. Melinda, faleminderit shumë. Po më bekon një zonjë, kaq shumë, nuk e di do me thënë. Thot, Melinda, thot Zoti qielli toka të japin krejt mirat e botës, qofshe bekuar gjithë jetën me familje, nuk e di do me thënë, nuk na japin familjarët tanë këto bekime që po na japin njerëzit në Instagram, nuk di, mua nuk mi japin, të thënë drejtën jam as familjarët e mi, as të Edit, nuk është se kam parë ndonjë dashuri të madhe nga ata kohët e fundit, se ndoshta janë të zënë dhe në atë jetën e tyre, por në këtë rrugtimin tim, kemi qenë, domethënë rrugtimin tonë, unë me Edin kemi qenë bashkë dhe bekimet më të mëdha e kemi marrë nga të panjohur. Nga ju, jam shumë mirënjohëse. Një e panjohur të japi këto lloj bekimesh jam shumë mirënjohëse. Më bëri për të qartë, thot, uroj për vajzën që ta mbush zemrën me urata. Fjala urat më kujton gjyshën time dhe gjyshin. Sa herë bia kafe gjyshit ndjes pas më thoshte uratën më vajzë, uratën. Nuk e kuptojnë shqiptarët, janë njëra thot, kur unë kaloja streset më thoshin një sëmur, kjo më lëndonte. Kush e thot këtë, cila nga vajzat është? Leta, thot kur unë kaloja stres më thonë një sëmur, kjo më lëndonte. Nuk e kanë bot kuptim, jo se nuk e kuptojnë shqiptarët. Jo, Është e saktë, është shumë e saktë kjo që the, por nuk e kanë bot kuptimin. Është një lloj si të thuash, po pse nuk flet kinezisht ky personi, po nuk di ai atë gjuhë të huaj. Nuk e di shqiptari gjuhën e empatisë të dashurisë, dhe jo çdo njeri, po shumica fatkeqësisht. Ne jemi një përqindje e vogël që kemi arritur të jemi empatik. Nuk e flasin gjuhën e dashurisë, sepse janë akoma në mbijetesë në kontrollin e plot të egos. Të mbijetoj unë ose e ke parasysh kanë dhe këtë frikën. Është dhe kjo loja spirituale në heshtje që bëhet, në errësirë në prapaskena që kanë dhe frikën që ty të thonë, po shiko se ankthi mos ke një shqetësim sepse po ta thanë ty bie që duhet të kthehen dhe te vetja e tyre, të shikojnë s'bet fjalë. Ne njerëzit mund të sulmojmë gjithë botën dhe gjëja e fundit që bëjmë është të kthehemi te vetja, të përmirësojmë veten. Kështu që më vjen shumë keq Leta për ty dhe për të gjithë që kanë përjetuar këto etiketimet si çmendur, i sëmur, i rrëshqitur kur bëhet fjalë për anktin. Ti nuk je i sëmur vetëm se vuan nga ankthi, është fjalia që e kam thënë non stop në 5 vite, do vazhdoj ta them derisa të lodheni nga kjo fjali. Ankthi nuk është sëmundje, ankthi nuk është sëmundje, çdo retreat, çdo mentor, çdo trajnim, çdo seminar që shkruan shëro ankthi thjesht e bën që të ketë ty 200 euro më shumë apo 400 euro më shumë në llogarinë e vet të bankës. Kaq, kjo është e vërteta. Ankthi nuk është sëmundje, nuk është sëmundje. Të gjithë ata kanë shit shpirtin për 2 lekë. Jo, mjaft më, edukoje veten. Zgjohu, edukoje veten. Ankthi është emocion. Mëso, shkollohu. Po shkollohu në këtë moshë. Shkollohu, bëj shkollë të mirëfillt. Pse ndihem unë kështu, çfarë janë mendimet, çfarë janë emocione, po çfarë është ankthi? Po si shpjegohet? Dhe pjesa më e bukur e dini cila është? Institucioni kryesor parësor i shëndetësisë në gjithë globin tonë, dini kush është?
Organizata Botërore e Shëndetësisë. Dhe pjesa më e lezetshme për anktin është që vetë Organizata Botërore e Shëndetësisë e përkufizon anktin si një emocion dhe reagim emocional. Ku ma gjyn guximin këta mjek, terapista, psikolog, mentor që dalin dhe thonë, shëro veten ti nga ankthi. Kaq hapur, ama zemër, po ku e kanë këtë dinjitet dhe empati? Po ku e kanë këtë integritet? Jo, të thonë shërim emocional, siç e them unë. Po ku e kanë këtë zemër që e mbyllën si janë dhe prindër? Ku e gjun guximin ti gënjen njerëzit i trajton si dele? Nuk ka më dele sot. Njerëzit kanë telefon, kanë internet. Por është e drejta e tyre. Është e drejta e tyre, përderisa gjejnë dhe bëjnë, prandaj them zgjoni, zgjo se do përfitojnë të gjithë nga ty. Nëse ti rri në ignorancë, në padituri, të gjithë do përfitojnë nga ty. Dhe nuk ka të bëjë me lekët kjo, asnjë gjë lekët rikuperohen. Edhe 2000 euro të humbasësh në një trajnim rikuperohet. Koha jote, energjia jote, ikën dhe nuk kthehet më. Kjo nuk ka të paguar, koha dhe vetëm koha. E kaq për anktin. Ja të shikoj një herë çfarë më vjen e thonë. Jam e vetëdijshme, gjithë këto, unë nuk i lexoj të gjitha komentet, doja jashtëzakonisht shumë t'i lexoja, po shumë bekime më jepni, shumë dashuri më jepni, shumë bekime, shumë dashuri unë jam kaq e qetë, flegjum në darkë, them, janë gjithka njerëz që më dërgojnë lutjet e tyre dhe jam shumë mirënjohëse, shumë jashtëzakonisht shumë. Dikush thotë si mund sjell me njerëzit që kanë ankth. Kjo është shumë e bukur. Sepse dikush pyet, ma jep ta shikoj kush pyet? Një sekond. Bella Natura. Bella Natura 83. Qysh me u sjell me njerëzit që kanë ankth? E dashur, në vitin 2024 e kam filluar projektin në mars ose në prill 2024. Edhe ka përfunduar në korrik. Ka qenë libër, manuali menaxhimit të ankthit. Dhe ai libër e di pse është bërë? Se unë e di shumë mirë që ai që ka ankth e merr e lexon e qetëson për momentin, po nuk është se do dali ai plotësisht nga gjendja e ankthit. Dalin e disa 50-50. Gjysma dalin me një libër, gjysma do vinë prapë te trajnimi. Unë e di atë pjesën. Nuk kemi arritur në atë lloj pavarësie individuale që të shërojmë vetveten, të dalin vetë për një drek, për një kafe, për një shëtitje. Ne duam gjithmonë dikë me vete dhe kjo vjen nga kultura shqiptare. Dhe unë e di shumë mirë që një libër, gjysmat e njerëzve që e lexojnë nxjerr në dritë plotësisht, gjysmat ndihen shumë mirë, qetësohen për momentin, po prapë do vinte një trajnim, dhe unë e di. Por libri e di për çfarë është bërë 100%? Që ti të mësosh se si të sillesh, të ndihmosh dikë që ka ankth. Prindi të ndihmoj fëmijën, të ndihmoj adoleshentin. Dikush të ndihmoj motrën që ka përjetuar abort, se kam trajtuar dhe ankthin pas abortit. Dikush të ndihmoj nënën që e ka në menopauzë, dikush të ndihmoj vllajin, ankthit e meshkujt, dikush të ndihmoj prindin, dikush të ndihmoj partnerin, prandaj e kam bërë atë libër. Të edukohemi, është edukim, është shkollë më vete, dua të ngelet këtu që njerëzit të mësojnë se si të sillen, sepse e lëndojmë njëri tjetrin. Ne e lëndojmë dikë të dashur, të afërm që kemi që vuan nga ankthi. Kur i themi ti nuk e asnjë gjë, ai thot mirë ndihem vetëm në errësirë. Kur më thot dhe ky që unë s'kam asnjë gjë, unë jam i pa shpresë, jam i vetëm në këtë botë. Aq më tepër kur më thonë që je i sëmur, ose nuk bëhesh, ose je i çmendur. Shumë lëndimi me atë. Prandaj është shumë e rëndësishme të edukojnë veten, manuali menaxhimit të ankthit, trajnimi menaxho ankthin. Janë gjëra që nuk paguhen me para. Sabindës është njeriu kur flet nga zemra, thotë Jonike, faleminderit shumë. Kush e thot? Nuk e di si e ka emri kjo vajza, është i një foto në profilit është këtu, ka qenë këtu vazhdimisht, është dritë, është dashuri. Faleminderit shumë. Fola goxha për anktin, po fola nga zemra më shumë se sa këto shpjegimet shkencore, kështu që unë po e mbyll, nuk na duhen shpjegimet shkencore, se sa na duhet kjo bisedë nga zemra. Tani do ju bëj pyetjen për inteligjencën emocionale. Më thash të shikoj edhe një herë komentet. Ma jep zemër ta lexoj të ty se mua më kanë ikë komplet komentet. Në Shqipëri ka të ishte 5 ditë. Ami thot po, kanë energji të ulët, isha 5 ditë gjatë gjithë kohës shumë e lodhur. Ami, duhet të dish të mbrosh aurën tënde, duhet të dish të mbrosh veten, duhet të dish të mbash energjinë tënde lart.
ndonjëherë është sforcim, edhe unë mund ta kem pak sforcim ta bëj në përditshmëri, por të them të drejtën, nuk e dija veten që isha kaq e fortë si mentore, edhe si njeri, deri momenti që u ktheva në Shqipëri. Sepse nga Vjena unë shkëlqeja, I kisha shqiptarët në çdo cep tjetër të botës, edhe ato komentet negative më vinin nga një profil Instagrami, bëja blog, punë e madhe, ndërsa këtu shikimet negative, gjykimet negative më vinë nga çdo cep. Shumë më duan, por është dy fish, turma që më gjykon dhe më urren. Do thuash ti po pse çfarë po bën ti që të urrejnë? Po ja, e vërteta dhe drita e shkunde errësirën dhe unë e thash, është shumë e lehtë të gjykojmë gjithë botën dhe të urrejmë gjithë botën se sa të kthehemi te vetja të punojmë me veten. Dhe kur erdha këtu, do të thënë nëse dikur më vinte një koment ose një mesazh shumë negativ në Instagram, unë dilja në rrugë dhe ai mesazh mund të ishte kushdo aty në rrugë që më shikonte. Pra aty e trajnova veten time që vërtet I don't give a se çfarë thon, se çfarë bëjnë dhe si më shikojnë. Është tjetër nivel fuqie kur jeton në Shqipëri. Pse qesh? S'po i gjej mesazhin. Kam të duara, Eli lexohet pak mesazhin jonë që kam parë në ëndër. Të thonë ty Edi lexoj, ë? Atëherë, si të kem kujtesë të fortë, harroj shumë, Lulieta. Është hipokampusi, një pjesë e trurit që është përgjegjës për memorien që ne kemi dhe kujtesën, për të formuar kujtesë dhe memorie, dhe një nga ato ushtrime shumë të fuqishme që ngacmon hipokampusin dhe aktivizon, ja vetë të mbaroj shpjegimin pastaj. E kam dhënë te grupet e WhatsAppit, aty kam dhënë ushtrime të tilla interesante. Ushtrimi ka qenë I tillë, meqense tani është bërë te grupi, do ta them. Ku ti mbyll syt e shkon me sy mbyllur në një dhomë të caktuar të shtëpisë, në një ambient të caktuar, unë zgjedha të shkoja në tualet, domethënë vendi më I komplikuar kur ti duhet të lash dhe duart e ti bësh të gjitha, janë përplas te derat, te lavatriçja, te bideja, godita gishtit e ajo presa e çezmës, kjo presa që hapet kështu, nuk e mata mirë, me gjithë forcën time kështu me sy mbyllur, e kam godit mu këtu, edhe nuk I hapa syt prap. Përpiqesha të mbaja mend sapuni, peshqiri, kërkon një orë aty me dorë, I lan duart. Pra, ky është një ushtrim. Se si ta forcon memorien dhe kujtesën. Eliminimi total I sheqerit të ndihmon shumë për këtë. Zhduke sheqeri nga përditshmëria jote, sheqerin industrial, ha fruta, ha mjalt, rrush të thatë, hurma arabie pa problem fare, ai sheqer I natyrës, sheqerin industrial, atë pluhurin e bardhë, që varësia e tij është shumë herë më e fuqishme se varësia e lëndëve, substancave të tjera. Rata thotë që më në fund të kava live, thotë se të ka parë në ëndër. Më ka parë në ëndër? Po si më ke parë në ëndër të filloj dhe hajtë se kafen e kam, erë dhe ti një kafe më trego ëndrën. A ke pirë ilaçe kundër ankthit të dikush? A ke pirë ilaçe kundër ankthit? Ndoshta nuk më ka dëgjuar kur e kam bërë shpjegimin. Për të gjithë ata që janë kurreshtar të dinë se un kam pirë ilaçe kundër ankthit, kur të ruaj unë këtë live futu, ndiqe sepse e kam bërë shpjegimin para se të më bëje ty pyetjen dhe bëj një zemër. Tani kur unë I ruaj live-et, për mua ka shumë rëndësi që ju të bëni nga një zemër, sepse unë e ruaj gjithë këtë bisedë me kaq shumë vlerë dhe peshë që ju jeni dhe vlerësoni dhe jeni këtu prezente. Kur unë e ruaj te faqja e Instagramit, është një video që nuk vjen as 5000 view, që ngelet aty në heshtje, po kjo ka shumë vlera për të shpërndar. Duhet të shkoj qindra mijëra view, se ka shumë njerëz që duan ndihmë, se unë s'po kërkoj lek, domethënë unë nuk marr lek këtu dhe ti nuk jep lek. Dhe ata si puna jote që janë vërtet në nevojë do e marrin falas këtë energji. Pra, një zemër, një shpërndarje, një like, me thënë për një, si është ajo repost që bëhet ajo opsioni që kanë nxjerrë Instagrami, për mua kanë shumë vlerë këto, po mbi të gjitha për njerëzit që nuk e dinë që unë ekzistoj. Kështu që gjërat që janë pa lek, ndonjëherë ti kujtojnë vetes një sekond, jo na bëri këtë live për mua, çfarë mund të bëjmë për jo një like, një që se pa lek është, nuk jep gjë. Pra të jemi pak më prezent për njëri tjetrin. Edhe unë e them këtë pa komplekse sepse kështu e ndjej. Siç e ndjej dashurinë, e ndjej edhe këtë t'ju a them. Nuk është detyra juaj, po ndonjëherë edhe është detyra jon ta kthejmë pak fare atë dashurinë, nëse kështu duhet. Edhe ti do ndihesh shumë më mirë, më që do thash, "Ok, Jona bëri këtë për mua, unë bëra këtë për Jonën." Edhe është marrëdhënia pak më e shëndetshme, merr dhe jep në univers. Jo gjithë jetën e shqiptarit qylaxhin. Shikonim xhaxhallarët nga jashtë, çfarë do na jepni, se jemi rritur me këtë mindset që kanë për borxh, të gjithë na japin. Askush s'e ka për borxh të na japin ne. Askush s'e ka për detyrë dhe për borxh. Jona, kur doktori I fëmijës sillet me arrogancë, I thot djalit ti mundohesh të flasësh, ti mundohesh të flasësh, po unë s'të kuptoj se di domethënë në vend që të jetë shembull, sillet me arrogancë me një fëmijë ndryshe, Lina edhe diçka.
je plotësisht në të drejtën tënde, pavarësisht se je në një vend evropian në dy në çfarë shteti je plotësisht në të drejtën tënde të ndryshosh mjekun. Mos lejo asnjë doktor të cilët kështu me fëmijën tënd. Kjo është arsyeja që ne ikum nga Vjena. Më tha njëra, unë të ndiqja me shumë qejf, tha, po që kur ike nga Vjena tha të bëra unfollow. Lihet Vjena për Shqipërinë? Njerëzit do keni një teori të flasin për jetën tënde. Kjo është arsyeja që unë erdha këtu ku erdha. Për vajzën, sepse prindi sakrifikon. E di që qetësia ime ishte në Vjenë, e di që nuk shikoja fytyrat të ngrysura, isha në ato qetësinë time, por ku do ishte vajza në një institucion që ne do shkonim lepepeqe mbas rregullave të doktorit e të njërit e të tjetrit, sepse mbas një titulli doktor apo një terapist fshihet një njerëz që ka kalvësirat e veta, fshihet një njerëz që nuk e dim sa përqindje e ka dritën dhe sa e ka errësirën brenda në zemër. Kështu që unë s'mund ta lë vajzën në një vend burokratik që nuk kam opsione të zgjedh. Jam këtu ku kam mundësi të zgjedh. Kështu që kur bëhet fjalë për fëmijën, ka mundësi të vësh zjarrin gjithë planetit flakën. Gjithë planetin ndizi flakën. Flakën më me gjithë mjek, me gjithë zyrën që ka mjeku, vëri flakën. Është fëmia yt dhe të shikon ty si Zot, si Perëndi, të shikon në dritë të syrit. Po nuk e bëre ti për fëmijën tënd kush do e bëj? Vëri flakën, bëj skandal, bëj namin, mos të ta ndiej fare. Hiqe. Jo, do i thuash mos i fol fëmijës tim në atë lloj mënyre dhe pik. Edhe bëu shumë e ashpër, e mos të ta ndiej hiç fare. Fare, nuk varet jeta jon nga askush. Racistat e poshtër. Se din që janë shqiptar dhe janë shumë racista. Mjek mirë plot. Ka dhe mjek të mirë, po shumica kështu janë arrogant. Kur më dha mundësia që me 3 provimet të merrja diplom për mjekësi, thash jo gjëja e parë. Jo. Jo, nuk e bëja dot punën mjeke, sepse e dija se si ishin vampirat të rreth rrotull meje, shikoja profesorët aty në fakultet që u diplomova, jo. Jam më mirë kështu, qëndroj humane. Fatbardha, faleminderit shumë, je shumë e mirë. Leta thot, je e bekuar që ke dhe bashkëshorti në këtë rrugë, nuk je vetëm. Flasi pak për këtë temë? Doni? O sa komente. Doni? Flasim për temën që bashkëshorti im është në këtë rrugë dhe nuk janë vetëm. Okej. Martesa është biznes. Dhe më dëgjoni deri në fund pse. Është biznes ku janë 2 ortak dhe secili ka pjesën e tij. Është 50-50. Në disa aspekte është 40-60 në disa, është 30-70 në disa të tjera. Varet nga fuqia që secili partner ka në një aspekt të caktuar të martesës, të familjes dhe të jetës. Unë dihem e fat që e kam bashkëshortin tim, jo sepse është në këtë rrugë me mua, sepse kemi pas shumë keq kuptime dhe deri diku e kam sill me zor në këtë rrugë. Por jam shumë e fat sepse është një njeri si plastelina që i pranon gabimet e veta, e pranon kur ka ngel në errësirë dhe e pranon që duhet i ndryshoj formën vetes. Sikurse unë që jam si plastelinë ndryshoj trurin tim dhe veten time non stop, këtë gjë ka bërë dhe Edi. Unë nuk dua që ne të dukemi si çifti perfekt dhe martesa perfekte dhe marrëdhënia perfekte. Ne kemi pasur shumë vështirësi për herë të parë në jetë, në 10 vite që njihemi. I kemi pasur vështirësitë që nga tetori 2024, nëntori u theksuan ekstrem shumë deri mars, prill, që filluan pra palestrën të dy bashkë. Palestrën na shpëton gjithmonë, e ke vënë? Aktiviteti fizik në shpëton shumë, po dhe puna e vetëdijshme. Jo, bëm edhe këtë punën me veten, me manifestimet e të gjitha këto. Dhe kemi pas shumë keq kuptime, por ka humb dhe respektin ndonjëherë ndaj njëri tjetrit, do jem shumë e sinqert, nuk kam pse nuk do jem e sinqert. Kjo është mënyra e dur për të folë të vërtetën me çdo njeri, nuk ka kuptim të tjetërsojmë gjërat, edhe këtë fjalë duhet ta heqim, do jem e sinqert. E sinqert jam gjithmonë, e lëm, ta heqim këtë fjalë. Kemi pasur dhe mungesë respekti ndaj njëri tjetrit, kemi çuar dhe zërin, edhe kemi ofenduar njëri tjetrin me terma që nuk janë pjesë e karakterit tonë dhe e marrëdhënies tonë.
Por dashuria nuk është lëkundur asnjëherë. Është zhdukur edhe pasioni, kemi qenë si dy qiraxhin që paguanim qiran bashkë dhe rrisnin fëmijën, dhe është normale që në një martesë të kalosh të tilla faza tranzicioni edhe krize në martesë dhe në marrëdhënie, kur ti kalon një traumë të tillë me fëmijën ose kur ti kalon një traumë me veten tënde, shërimi vetes tënde. Dhe patjetër që është shumë e rëndësishme të jemi mirëkuptues ndaj njëri tjetrit, por duhet jemi të dy që reflektojnë. Ja, nëse unë e pyes Edin tani për shembull, lëri komentet se i shoh më vonë. Nëse unë të pyes për shembull në këtë moment e them po mirë, me gjithë ato çfarë kaluam, si ka mundësi ne jemi akoma bashkë dhe duhemi sikur kemi një 2-3 muaj që jemi lidhur, kemi pasionin, se shumë martesa mungon pasioni, domethënë marrëdhënien seksuale e kanë tabu dhe nuk e kuptojnë që ajo është baza, se ti nuk je martuar ta pas shok, hajt ta marr nga kraun, të hamtasim me fasule bashkë. Nuk e kuptojnë që është marrëdhënia seksuale, është pasioni, është komunikimi, është zhvillimi, që të dy bashkë duhet të ecin dhe të zhvillohen, është mirëkuptimi, është empatia që duhet i vendosësh dorën në zemër tjetrit edhe t'ia ndihesh atë dhimbjen dhe ta kuptosh që atë ego dhe shpërthime ka nga dhimbja, nuk e ka me ty. Janë shumë gjëra që ndikojnë, po si ka mundësi jemi pra bashkë ne? Çfarë ndodhi që e morëm kthesa dhe nuk e humbëm njëri tjetrin? Me 2 fjalë, një reflektim i momentit. Nëse ke dëshirë, nëse s'ke, mos e vrit mendje, si e detyruar ta bësh. Jo, mendoj që është puna që ne bëjmë me veten dhe që duam të mendoj që është puna që ne bëjmë me veten. Është shumë i bukur, pse s'del këtu? Sepse Se të dëgjojmë dhe të shikojmë. Është shumë i bukur sa. Është puna që ne bëjmë me veten, është dhe vetdia jonë, që e mendojmë atë e the shumë bukur që nuk është se e kemi me nuk është se e kam me ty unë, pa kam me veten nëse diçka nuk shkon tek unë. Kjo është shumë e Ti arrin ta bukur. kuptosh këtë pjesë, edhe normalisht do kemi atë konfliktin momental, po ama të nesme do më afrosh në një mënyrë tjetër, duke më kuptuar, edhe më qetë, më but, më thjesht kjo është, nuk di s'ka E di cili ka qenë problemi kryesor, se tani po bëjmë terapi në çift live në Instagram, shumë mirë të marrin njerëzit çajo duhet, se unë duhet të shikoj sa më shumë martesa të lumtura dhe jo divorce, se është bërë divorci moda e fundit. Mungesa e prezencës tënde emocionale. Me thënë, mashkulli shqiptar e ka pak të vështirë që të, sepse nuk e ka zhvilluar inteligjencën emocionale, këtë që do flasim sot, edhe e ka pak të vështirë që të kuptoj femra është emocionale, femra është me ciklet e hënës, mashkulli është me të diellit, 24 orë është më nëse femra do ishte në zemër, më magnetike, mashkulli është në mendje, ka më shumë atë energjinë që se ka shumë problem, vepron pa e vrarë shumë mendje, ndërsa femra e vret mendje për diçka që nuk bën sens për ty si mashkull, sepse kështu jemi ne, veprojmë me ciklin e hormoneve. Kjo është natyra jonë, por mashkulli shqiptar nuk ka pas mundësi të studiojë natyrën e femrës, sepse nga babai i tij ka parë një baba që heca aty, bëj këtë, i fliste nënës në këtë lloj mënyre, ose shikonte nënën si shërbëtore, ka parë vet. Nuk ka parë një nënë në karrierë, një nënë që ulej bisedonte me babain, prindërit që putheshin për qafoheshin. Unë thoja si na kanë lind këta ne kur janë të ftohtë me njëri tjetrin, sepse është turp të tregosh dashuri çifti. Do të thënë gjërat pa sens. Pa sens dhe kjo mungesa e prezencës emocionale nga ana jote më lëndonte dhe unë nuk gjeja mënyrën e dur të ta thoja, sepse isha shumë e sfiduar nga vajza, por nuk ka justifikim, e shikon sapo justifikova veten. Thash sepse nuk ka, jo. Dhe ta shpreha me një inat që po pse ti nuk më kupton dhe nuk qetësohesh atë thjesht shikoj zemër se ti duhet ta kuptosh këtë gjë, ta thoja me të urtë, ti prapë sulmoje, pra kërkesën time që ti isha më prezent emocionalisht, ti e merrje si sulm, sepse ishte egoja, thoshte më sulmon mua. Dhe prandaj kishim ato shpërthime, deri në momentin që ti ndalove dhe unë të thash nuk është sulm, është nevoja ime e paplotësuar. Dhe aty pastaj shkrin gjërat dhe u zbutën, sepse dhe unë gjeta energjinë e dur, mënyrën e dur që u qasa ndaj teje dhe ti e pranove këtë energji më në fund edhe arrite ta kuptosh që shiko se jam ndryshe. Kur je para cikl, nuk mund të pretësh ti nga një femër të jetë gjithmonë e buzëqeshur. Kur ajo femra jote është një nënë e sfiduar me një fëmijë me autizëm, më thënë ndryshon, autizmi ndryshon gjithë qenien tënde. Pra nuk është më ajo jona e gjallë, shpërthyese që ti ke njohur para 10 vitesh. Është një jona që ka kaluar në shumë ngushtica në jetë. Edhe do ndryshoj. Dhe të njëjtin gjë i thash vetes dhe për ty thash, po siç e ke bërë ti këtë që e ka bërë dhe Edi. Nuk është më ideale që ti ke njohur.
ishte në polici, ishte rehat, la punën në polici, la ëndrrën e tij, emigruat bashkë, ndryshuat 5 shtete, sa shtëpi keni ndryshuar, i keni lyer me boj, keni bërë gati, mbas një viti sa i keni lënë, morët diagnozën e autizmit të vajzës bashkë, ishit prezente në ardhjen e jetë të fëmijës bashkë. Edhe kjo duhet jetë podcast në fakt. Duhet jetë podcast e gjithë kjo që ne bëjmë se është diçka shumë e thellë dhe nuk dua ta lë këtu në Instagram kot. Kush do ta ndjekë në YouTube është diçka shumë e thellë, kështu që nuk do e lë këtë live, jo. Do e çoj në YouTube. Nuk do e lë këtu në Instagram. Është diçka shumë e thellë. Ideja është njerëzit nuk duhet të ndahen ku kanë kaluar shumë vite me partnerët e tyre për ego ose për Jo për ego, një zemër, po mosmarrëveshje, është pak thik me dy presa kjo, sepse edhe të rish me dikë që nuk ka më dashuri edhe ndjenja është e kot. Nëse nuk ka më xixa është e kot. Ne të dy e kuptonim që kishte xixa, se ne mbas një ore shikonim njëri tjetrin, edhe ne na vinte për të qeshur. Thamë sa budallën që jemi, po pse e bëjmë këtë gjë? E ke parasysh? Shikon, mendoj prapë njerëzit duhet të japin mundësi njëri tjetrit për ta ndryshuar të qasje. Kur nuk ka dhunë, kur nuk ka abuzime, Kur nuk ka tradhti. kur nuk ka tradhti, po. Bigjol, alkool, këto gjëra të tjera që janë të dëmshme. Shiko, më fal pak, dikush thot sa isha duke i thënë, do i bëjmë një ftesë live edit? Prisë, do të kthej edhe këtë që të jesh në siklet dhe të pranosh. Prisni pak. Sa i bukur është bërë. Më thot Ami Smiley, sa isha duke i thënë Fationës pse nuk i bën podcast edit. Pranon që të fillojmë një podcast bashkë dhe të flasim për marrëdhënien në çift? Me knesi. Vërtet e ke? Dëgjoj, po do jam unë. Varet si do jem atë periudhë të muajit, mund të jem dhe ku çeder. Pranon? S'ka justifikim edhe në rregull. Pranoj. O grupi, do bëjmë një podcast për marrëdhënien në çift? Se shikoj që pas ka shumë interes. Po, të gjithë thonë po. Zjarr. Jo, i dua sa më shumë konfirmime, të gjithë sa janë këtu në live. Dua të më thoni po. Nëse më thoni po do e bëjmë, nëse nuk reagoni nuk e bëjmë. Dua një konfirmim. Të gjithë thonë po. Të gjithë thonë po. Ma jep telefonin e punës ta shënoj? Se ndryshe iku. T'ja shkroj vetes në WhatsApp. Podcast. Sa e bukur live, Fationa Cici. Dhe Eduard Kaca. Marrëdhënia në çift. Dan, u krye. Unë bush qati. Ej, po do e bëjmë në YouTube. Çazjer, ku do e gjejmë kohën apo kur zhvajza në kopësht? Po duhet të përgatisim ato skripte, domethënë ide, temat. Jo, do jetë lirshëm biseda, po duhet të përgatisim temat. Sot do flasim me zëm për se di, xhelozin çift. Sot do flasim për diçka tjetër. Sepse dikush tha për shembull, dikush tha që je me fat që ke këtë dhe ai me fat që të ka ty, po që të gjesh një mashkull të tillë, për shembull, duhet të marrësh vendime pak më me intuit, do të thënë mos të shikosh parat e pasurinë, mos të shikosh pamjet, mos të shikosh makinën luksoze, të shikosh njeriu, brumosjen që ka, edhe unë isha 26 vjeçë, dhe mos të heqësh dorë. Jo, Tani ka dhe persona, ma beso, ka dhe persona që janë kështu, kanë këtë cilësi që ke ti, po kanë dhe diçka tjetër që faleminderit Zotit ti nuk e ke, që janë shumë egoiste, narcistik, duan shumë veten e tyre. Janë të urtë të mirët në sytë të tjerëve, po fshehtas në shtëpi. Kështu që prandaj kem do i ndaj me tema. Pra u tha u bë. po. Jeni specie origjinale që tani po zhduken, po shtohen, ja do i zgjojmë ne. Skënderi, thot Skënderi që është në Kosovë që na ofroi sallë që kur të shkojmë ta njoftojmë, thot, o e do ta adhuroj për zemërsinë e madhe që ke, je djalë Flori. Faleminderit. Edi është Flori, ja do e njihni dhe në podcast dhe shpresoj që nga podcasti Edi të pranoj edhe të zbuloj nga pasuria e tij shpirtërore për njerëzit, sepse shpesh bisedat që bëjmë me Edin janë shumë të thella, siç bëm këto tani,
sepse ai ngacmon anën time më të mirë, unë ngacmoj te ai, ndoshta edhe skutat më të errta që ai reflekton në ato momente dhe del një energji shumë e lartë, e shpresoj që Edi të pranoj. Kështu që do ishte shumë bukur. Po podcastin do e bëjmë, domethënë, jona më jona të shtu edhe një gjë tjetër. Prandaj duhet marrësh vendime emocionale. Jo, nuk pendohem, do e gjim kohën. Sa dhe keni falë, sot nga hua, Skënder. Skënder, nuk ka të bëjmë, se ti e di, domethënë kur je në këtë fushën e mentorimit, nuk ka të bëjë pjesa falase, sa na kanë ofruar në falase dhe s'pranojmë. Domethënë edhe një bukë e paguaj, edhe një kafe, kur do të na i paguaj dikush ngulim këmbë. Se nuk duam ta përdorim këtë emrin që kemi. Nuk dua të jemi një më shumë, dua të bëj diferencën. Ti e di që nuk të kushton gjë të paguash një sallë, po është më shumë zemërgjërsia jote që ne jemi këtu në Sarand, e di nga Tirana, nga Saranda, jam një mentore në Shqipëri, me sa kam parë dhe ti bën meditimi, me sa më ke thënë një koment, i bie ti je mentor meditimi, dhe thjesht zemërgjërsia jote, praktikisht jemi të panjohur dhe ti thua mirë se të vini në Kosovë, dhe do ju bëj një sallë gati. Domethënë kjo nuk paguhet. Dëshira e mirë që ti ke, se në ditët e sot me një mentor nuk është keq për të paguar një sallë, ne të dy e dim shumë mirë, por është dëshira e madhe që ti ke dhe njerëzillëku që ti shpreh, humaniteti. Kjo është që nuk paguhet për mua si Jona me para. Mbani fjalën, thot Zamira. Sille gishtin këtu të bëjmë premtimin si bet me këtë gishtin kemi parë për filma. Ja. Çfarë bet në këto raste? Themi premtojmë, e lëshojmë kështu, ëh? Jo, nuk. Ku themi? Qa ishte kjo? Do e puthje? Jo, puthje këtu live si bëjmë ne. Ja, rrim kështu, si prindrit tanë. Si armiqtë, pse rrin ftohtë, si na kanë lindur ne, nejse më. Do i flasim gjithë në podcast, do kënaqemi. Thot për tradhtim shumë dukuri negative. Do bëjmë një ask për problematikat në çift në martesë, ju të shprehni ato çfarë ju shqetësojnë edhe ne do flasim. Sa është ora? Më ndihmo të lutem? Ora është 11:20. 11:20. Ka zgjat shumë live-i. Kam hallmaruar në Instagram, sa nga Instagrami duhet ta kaloj në YouTube. Po ma ruajti mirë. Jam e gëzuar, thot Ervila, që binda dhe kushërirën të vitet trajnimi yt dhe po e duam një live një të dy. Mirë se erdhet në Jona Akademi dhe ti dhe kushërira. Kushërirën ti vërtet duket sikur e ke bindur, po ajo ka qenë gati, ti thjesht i ofrove energjinë e duhur, ajo e pranoi. Se ne në rrugtimin e zhvillimit personal asnjë nuk e bindim dot, ç'është e vërteta. Ato do ja thoya edhe u Bredin, vërtet jam me fat që e kam, po sado që jam munduar, prap nuk e kam bindur që ai të merrte kthesën, e kam marrë vetë se ka qenë gati. Tani. Eriselda i puthjet fundi, thot podcast do ketë, thot jo, këtu jo, i bëjmë në podcast puthjet. Sa të mirë që jeni. Edi, thot Gjensila, duhet të dalim më shpesh, me zi po e presim këtë podcast. Hiku në tualet nga emocionet ndoshta. Jemi jo shkojnë të. O Gjeni. Nesër keni 3 të ftuar shumë special të seminari hapës i trajnimit për te limiteve njerëzor. Ndryshe nga herët e tjera që i kemi mbajtë regjistrimet hapur deri para 2 orësh. Këtë herë janë mbyllë regjistrimet. Kapaciteti ka qenë 2 fisht, ku të shkojmë më shumë se kaq. Nuk ka ku shkon më. Dhe tani janë regjistrimet për trajnimin për të menaxhuar ranking, kështu që para se unë të lexoj këtë për inteligjencën emocionale, dua t'ju rikujtoj se shpjegimin për ranktin e bëra, po dua t'ju rikujtoj vetëm kaq që nëse ndihen që zgjidhja e duhur është te ky trajnim që unë ofroj, të punojmë 1 me 1, nuk je në grup, je vetëm me mua për ditë për 4 javë, do flas për trajnimin e anktit edhe nesër ose të premte, se nesër do jem shumë e zënë. Se fillojmë trajnimin tjetër, por vetëm kaq dua të them. Eksperienca ime më ka bërë të kuptoj që sa më shumë të zgjatësh dhe të zvarritesh me gjendjen e ankthit, më shumë rëndohesh. Nuk dua të përdor terma përkeqësohesh që të shpërndaj frikë, jo, unë e di që Zoti e ka bërë planin për çdo njeri se kur do zgjohet. Por përderisa ti bie ndesh me një informacion të tillë dhe më dëgjon mua këtu një shembull i gjallë, konkret, që ja kam dalë vetë pa medikamente, pa psikolog, pa suport emocional të familjarëve, të bashkëshortëve, askush nuk më suportoi. Ideja ku jam këtu, janë dhe mira raste, shumë të suksesshme që ja kemi dalë bashkë, kështu që pse jo mos ti jesh ti një
nga këta persona që do të punojnë bashkë, unë të mirëpres me krahët hapur, me zemrën hapur. Nëse ti e ndjen bëje, është trajnimi për të menaxhuar anktin. Dhe kur them nëse ti e ndjen, jo nëse ndihesh gati, se gati nuk do ndihesh asnjëherë, por nëse e ndjen që të ka ardhur më të hundës kjo jetë edhe do dhe ti më në fund të shpëtosh, bëje. Sepse kam unë mundësinë se si të të ndihmoj. Rrugën do e bëjmë bashkë, punën do e bësh ti, por unë nuk ta lëshoj dorën. Ama unë magji nuk bëj, nuk kam shkop magji. Kam vetëm rrugën e plot nga fillimi në fund si ja kam dalur. Kaq për trajnimin e anktit sa për sot, se nesër do flasim me detaje. Gjensila tha Edi duhet të dali më shumë të flasi. Jo vetëm në podcast, edhe në Instagram. Ti ke qenë në mbledhjet e stafit kur Gjensila ishte pjesë e stafit? Jo. Atëherë, pyetja që ka të bëjë me inteligjencën emocionale. Do ta lexoj tani dhe dua ta bani shënim. Unë do e mbyll live-in, ndoshta e bëj një reflektim me këtë, por nuk dua, kam fol shumë. Kohët e fundit e di se si kur jam me njerëz të tjerë dua të dëgjoj edhe perspektivat e tyre. Edhe kjo gjë më lindi më shumë te seminari që isha të shtunën, domethënë shumë gjëra kur pyeste jam, thoshte kush e di këtë, dhe dora ime ishte gati të çoj dhe ulja, thoja jo, dëgjoj dhe njerëzit nga salla, çfarë perspektive japin, dëgjoj dhe mentorët e tjerë. Dhe unë sot nuk dua të jap një reflektim për këtë. Kurri më jona pa folur, po do përpiqem ta mbaj gojën mbyllur, edhe ta japi Edi një reflektim dhe ju ta mbani shënim. Atëhere, o jona më shumë se 5 vite me ankth depresion, afër 3 vite në zhvillim personal, gjendja e njëjtë. Edhe diçka, sepse kur je futur në këtë rrugtim për ta shëruar veten emocionalisht, për të shpëtuar nga ankthi, le ta quajmë, edhe pse nuk është termi i dur profesional, por për ta menaxhuar anktin, për ta tejkaluar anktin. Dhe kur e shikon që nuk ecin gjërat, je në vendin e duhur, në vendin e gabuar, nuk je në vendin e duhur. Nuk mund të them mentori gabuar, po janë teknikat e gabuara, është energjia e gabuar, sepse në shumicën e rasteve ne shërohemi me energji. Është energjia që unë t'i jap, është eksperienca që unë t'i jap, kështu që lëviz, ti nuk je pem, nuk po e shëron dot veten lëviz. Provo diçka tjetër. Sa njerëz më kanë ardhur mua, vite dhe vite me psikolog nga më të ndryshmet, më të mirët në Shqipëri, që dalin edhe nëpër televizione dhe bëjnë sikur kanë shpëtuar jetë njerëzish. Dhe më kanë ardhur jona, më kanë ngel, jo, jam bërë më keq, më kanë ngel fiksim se më ka thënë psikiatri që ti nuk bësh, psikologu që ti nuk bësh. Si mund t'i thuash te dikujt që ka ti nuk bësh? Si mundesh? Ja që ka. Kështu që shpëto veten, gjej mënyrën e duhur. Unë tani normale që mënyrën e duhur e kam. Sepse i kam dhënë provat. Ti po do, fillo. Se nuk ka dhe kuptim tani se unë flas për anktin, jap shembullit tip dhe ti thua ma kthej një përgjigje. Po unë si t'ja bëj? Po hajde pra, çfarë do të them unë troç? Hajde te unë. Unë po ta them. Hajde të ndihmoj, ç'kuptim ka, unë po ta shpjegoj. Ty të pëlqen kjo që them unë sa mirë e thot. E pra hajde. Të ta them ty në vesh 4 javë për ditë. Çfarë të them tjetër tani? Lira thot, unë e kam thënë, ju jeni shembulli më i mirë që kam njohur, sidomos live, jeshi o zot, thot magji, ishte kënaqësi Lira, dhe ju si familje jeni shumë familje fantastike, keni energji shumë të lartë. Edhe diçka se thot dikush kisha nevojë për një përgjigje nga ty zemër. Kush nga ju e ka problem ose nuk i duket shumë normale që dikush t'i thot zemër pa e njohur ose t'i thot shpirt? Çoj dorën. Më duket pa sens. Nuk ndihem rehat ose nuk do të thënë se do vlerësoja dikujt që do thoshte Jona të lutem, apo motër e dashur, siç thon meshkujt, motër e dashur, thon ndonjë term, nuk e di. O Flori më thon ndonjëherë. Hajde, pranohet motër, Flori, nuk e di çfarë etiketime mund të thon. Jona, Fatjona. Po kur më thon zemër, shpirt, po atë nuk më pëlqen zemër, shpirt, zemër, pse që kur jam zemra jote, unë e di që ti mund të më duash, po je dashur, zemër, i kam bezi këto fuçat, se ti të shbër programin, ti as nuk je vetëdijshme që e ke bërë atë ZMR, zemër, po zemër nuk ka, zemër unë i them fëmijës, i them bashkëshortit, i them nipit mbesës, ka që i them qenit dhe macës, po këtyre i them zemër, tani i them grave në rrugën o zemër, nuk e them dot, zemra, hama, sa kthen krahët, sa poshtër, sa budalla që është kjo. Nuk mundem, zemra shpirti puçi. Më të drejtë për drejtë, a Jona, quhem Jona, Fatjona. Thuaj çfarë do motra, Flori, çfarë të duash ti thuaj, po zemra shpirti puçi. Nuk më pëlqejnë.
E di se sa kërkesa ka për marrëdhënien intime? Të gjithë e kam bezdi. Po yll bote, thotë Riola, e pranon yll bote. Varet mos e po të kesh qenë nga studentet e mia ose të kesh tipin që e thua dhe unë të njoh që ke këtë tip, po tani nuk e mendoj të shkoj te Mel Robbins dhe t'i them unë zemra, sepse unë atë kam mentoren time dhe e kam ndjekur dhe e dua. Ose t'i them unë, o yll bote Melit. Nuk e di domethënë, nuk e di, më duket pak. Po ju thoni çfarë të doni, më thosë ju ndaloj, do thoni çfarë doni, po. Kjo zemra shpirti, hajde yll bote, hajde no ylli është pak si shpreh, kam thënë unë në gjimnaz, kur më kishte ka budalliku i moshës, po. Zemra shpirti tani? Jam mirënjohëse dhe ju dua shumë. Sepse dikush thotë që ti nuk e kupton, thotë, po ne të kemi çdo ditë të ndjej më afër, na mbush zemrën. Jo thjesht ato termat zemra, sepse unë shikoj shumë njerëz dhe në përditshmërinë time, njerëz të njohur, yllo, zemra, shpirto, më duket pak si mund të thosh kolegët si zemra shpirto. Apo jam unë jo normale. Ku i thaj ato kolegëve u shpirtë zemër? Unë flas atë mbaroj turnit të zhdukem nga këtu, si duroja dot. Nuk e di, nejse. E mbyllim, bajni shënim shpejt. Pyetja është shumë e thellë, tani po i lash komentet hapur ju me latë këtu deri nesër, sepse më pëlqen shumë biseda me ju, jeni shumë të ëmbël, shumë të mirë, shumë prezente, më pëlqen çati shpërthen nga komentet, ndjeni rehat, vetëm këtë që ju thash, kur ta ruaj, bëjni atë një zemër, një gjë, një shpërndarje, jo vetëm këtu, po dhe live-et e ditë vetëm parshme, sidomos ai dje, ai ishte perl, ka ngel aty me 5000 view, me 4000 view, se shikon asnjëri, fola griva sallat kot. Kështu që bëjni ndonjë zemër, ndonjë shpërndarje. Tani, do doja shumë edhe bashkëshorti im i dashur, që do jetë edhe ortaku im në podcastin e ardhshëm Marrëdhënia në çift. Nuk ja dim titullin, do ja gjejmë cili është, por që do bëjmë podcast bashk. Është pyetja është kjo. Mund ta dëgjosh? Cila është ajo histori rreth vetes tënde që ti më në fund je gati që ta lëshosh, të largohet? Dhe bëhet fjalë për një histori që gjithë secili nga ne ja thot vetes në mendje. Pra cila është ajo histori që ti i thua vetes në mendje për veten tënde, që e ndihen me çdo qelizë tënden që ka ardhur momenti ta lejosh të largohet. Unë blej, jam me fushë që jam. Si? Blej. Po, kjo është ajo që ti do që ta kesh. Dhe me thënë e kundërta e kësaj është ajo që do që të largohet. Që ti nuk di, ti nuk vlen. Dhe i shprejmë të podcasti edhe këtë ti nuk di, se kjo është... Ka bërë një punë fantastike Edi me veten me këtë fjalin ti nuk di. Punë fantastike që jam shumë krenare për të. Pra, e mbajtëm shënime. Unë kam disa histori në fakt, që në mendjen time e di që duhet të largohen dhe të pastrohen. Një nga ato është, e kam lëshuar, e lëshova këtë fundjavë plotësisht, një nivel shërimi, një kënaqësi e papar. Është fakti që kur je shëndosh ose mbi pesh, nuk vlen, nuk të ka lezet asnjë gjë, sepse këto i kam dëgjuar. Dhe kjo është një histori që nuk është e vërtetë për mua, mund të jetë për atë që mua ma ka thënë, por nuk është për mua. Unë vlen në çdo formë të trupit fizik. Pengesat që më jep mbi pesha nuk janë emocionale, nuk duhet të jenë emocionale, janë thjesht fizike. Nuk lëviz dot lirshëm, masa dhjemore tepërt nuk ka asnjë gjë të mirë dhe do e largojmë gradualisht, por unë vlen në çdo formë fizike. Dhe një histori tjetër, një histori tjetër e di cila është, që ka ardhur momenti që unë përfundimisht ta lëshoj. Çfarë të duket vetja aty? Ç'ne ti që kur e bëre kështu ti, ç'ne? Njeriu edhe ato dy cilësi të mira që ka, e ul kokën, e ul zërin. Ç'ne ti e çon zërin tregon vlerat e tua. Me terma si bisht përdredhur, ose me terma si mendje madhe, ose me terma si një term popullor kështu e madhe, e keni parasysh?
Këto histori unë po i lëshoj. Jam me aftë, di vlerat e mia, nuk kam turpe dhe komplekse për të shprehur, kush bezdiset nga vlerat e mia të largohet, kush i vlerëson, e mirëpres me krah të hapur, ta ndihmoj që të aktivizoj dhe të kuptoj dhe të zgjoj vlerat e veta. Pik. Kështu që këto janë dy histori që unë doja të ndaja më shumë si shembull që ti ta kuptosh thelbin. Pra, cilat janë ato histori? Ajo mund të jetë një, mund të jenë disa, rreth vetes tënde që luhen në mendje që më në fund ka ardhur momenti ti lëshosh. Dhe si ta bëjmë ushtrimin më efektiv, do sugjeroja këtë gjë. Ju lutem dëgjoni edhe 2 minuta ta shpjegoj. Pasi e ke shkruar ushtrimin, pasi ke mbyll syt ose fokusohesh diku siç po fokusohem mund të deti që më ndihmon për të reflektuar, nëse nuk ke një vend në natyrë mund të ndezësh një qiri dhe fokusohet te flaka, sepse ajo i sjell valët e trurit në valët e alfa dhe je më koncentruar në ato momente. Shiko flakët e qiririt ose shiko detin, liçenin, lumin, qiellin ndoshta. Dhe pasi ta kujtosh atë histori, shkruaje. Shkruaje. Dhe në fund të historisë, unë të jap leje të largohesh. Unë e vendos të largohesh. E mbyll syt, e vendos duart në zemër, mbushesh me frymë, çliron këto shpatullat, e lejon të largohet dhe pastaj merre atë letrën edhe çakmakun vëri flakën. Kështu që pastruhet ajo histori. Dhe her pas here kur të dalin në sipërfaqe ajo histori, që mund të hasësh në një situatë të tillë që ta zgjon atë gjë, për shembull, dal para pasqyrës, unë shikoj vetëm mbi peshë dhe them fillon ajo mendimi që stop. Unë e grisa, e dogja atë letër, unë e pastrova atë model. Kaq. Unë vlej në çdo formë, pra, kur të hasesh me situata që ta rikujtojnë atë histori, ti ja kujton vetes që stop i thua trurit se unë e pastrova një herë, nuk kam kuptim ta përmendim. Pra kjo është teknika më e duhur për ta lënë që të largohet. Shumë dashuri për të gjithë. Tani ikëm të mbarojmë 2 punë të vogla para se të ikim te kopshti ta marrim vajzën, edhe ditët të tilla si kjo që ne nuk bëjmë dot stërvitje para dite, e bëjmë në bazdite me vajzën, ose në drek do ishte mirë, sepse kam seanca unë sot? Jo. Po, disa më. Kam sot? Kam seanca. Po atëherë kur do bëjmë palestrën? Okej, ika që të sistemoj seancat, sepse unë nuk e di që më kanë lënë seanca për sot. Shumë dashuri për të gjithë. Faleminderit që ishit këtu. Do shihemi nesër, shpresoj. Po besoj se do jem dhe nesër. Do gjej kohën. Shihemi nesër.